Sali që ardhur në Durrës dje dhe kishte shkuar me brap aty tek neta jote, siç e quan ti Durrësin e ri, për të kapur ato viktimat e tua që e abuzove siç di ti. Do dëshiroja shumë që të mos harxoja asnjë minutë me ty, më tepër në këtë fazë ku ke hyrë, që të fiket llampa duke folur dhe s'di më se ç'a flet. Sa vite ke pa shkelur aty? Çfarë ke bërë ti për atë zonë, përveç faktit që e ke quajtur gjithnjë knet? Kur je kujtuar për atë zonë para të fundit, apo se mban mend as ti? Meqense se u kujtove 40 ditë para zgjedhjeve, tamam si për të 40-ta, për ata që ti quan demokratë pa mbështetur nga shteti, po të them se kush të çoj atje u tall me ty. Bujar Hoxha, qytetari që përdoret dje për të bërë sikur si ai që as bazhanakun e vet nuk njeh kur i vdes, nga verifikimi del se nuk ka aplikuar asnjëherë për dëme nga tërmeti, sepse 3 herë që hapëm thirrjet për dëmtuarit, bujari me siguri të dëgjonte ty kur u thoshe kot ju thrasin, mos shkoni, asgjë nuk të bëjnë. Pra, bujarit nuk ja ka fajin as kusht tjetër veç teje. Vizitove dhe shtëpinë e zonjës Fidane Hoxha, e cila, për fatën e mirë, nuk ka pasur asnjë dëmtim nga tërmeti 2019-s. Po ku pyet ti për të vërtetën? Apo jo? Pastaj, rruga Azemajdari dhe Valadetit, ajo ka dalë aq mirë sa dhe vetë demokratët aty do ta tregojnë me votë, ndërsa banorët që u janë prishur ato objektet e tyre një kaçë buz kanalit për të Kosave, i kanë sot në xhep kontratat me bashkinë për të marrë 1-1 shtëpitë e tyre të reja në lagjen e bukur të Rilindjes që u ngrit nga hiçi. Po ti pyesi Sali ata fanatikët e tu në Manze që sot kanë shtëpi të reja më të forta se ato që kishin më parë, do të kishin thënë që shtëpitë e reja ku sot jetojnë familjet e tyre i kanë marrë se u takon, pavarësisht se s'kan votu kurrë për PS-n dhe as për mua. Unë dhe bashkia e Durrësit që drejtoj, nuk i kemi ndarë kur njerëzit në të majt apo në të djath, por u kemi shërbyer dhe u shërbejmë atyre njësoj. 1761 banesat e reja janë ndërtuar në Durrës, të gjitha falas për qytetarët, program që s'është parë kund në Europë me qira fjala. Pyetja ime për ty do të ishte si të lënë ata të shtëpisë të dalësh akoma publik e të bëhesh meme për ditë. Por sigurisht kjo s'është puna ime. Puna ime është ta bëj Durrësin më të mirë dhe këtë po bëj. Krenare për qytetin tim dhe për Partinë Socialiste, që në 11 maj do të marrë fitoren më të madhe ndonjëherë këtu. Ditë të mbar.